Zoti i shqiptarisë. Fjala ilah me gemat Kuranit, këna me shkruj që shtune, mos që shtun në kaligrafia për në shkrimin. Çka është ilah? Ilahi! Cili është Zoti i shqiptarisë? Me besim të Ilahi i gjithë masheshme mashëplot, e thirrë Ilahin të bëj syrin tim shigjet kundër çdo pagani dhe moshriku që merr guximin me prek në fejnë tonë, feja e shqiptarit është shqiptaria. Armiqsin, urrejtjen që e kanë kundër islamit e fshehin me maskën e shqiptarisë, nga se fe shqiptari nuk ka. Hoxhallarët e kanë një pikë dop s'kan shef. Me jënë të gju, me thonë, feja e shqiptarit është shqiptaria. Dhe flitet që medresantët nuk kanë perspektivë, nuk mund të regjistrohen në fakultete, mbetin në rrugëve. Cila është feja jote? E ai përgjigjet shqiptaria. Provone se cilit hoq, thuj feja e shqiptarit, o shqiptaria, është sukur me arros plum lule po. Se kur të gjithë shqiptarë, si Tim Shkupi, feja e shqiptarit është shqiptaria dhe unë jam xhamati i imamit.